Është një urtësi e transmetuar nga Aliu radiallahu anhu, i cili ka thënë mos bëj mirë për të dukur dhe mos i lë veprat e mira për shkak të turpit. Kjo është një fjalë e shkurtë, mirë po në vetën ngërthen shumë urtësi. Pra pjesa e parë thotë mos bëj veprat mira për të dukur. Pra mos i bëj veprat e mira për syefaqe. Mos i bëj për krijesat, po bëj për krijuesin. Se ajo çfarë bëhet për krijuesin ajo mbetet. Kurse ajo çfarë bëhet për krijesa ajo zhduket. Çfarë është mbi dhe është dhe. Çdo njeri do të kthehet nën tokë. Prej nga dhe ka prej ardhën. Prandaj nuk ka vlen të bëjmë veprat për hir të njerëzve. Kurse pjesa e dytë më thotë mos i lë veprat e mira për shkak të turpit. Turpi e ka vendin tek veprat e këqija, jo tek veprat e mira. Prandaj nuk duhet turpi që të pengoj që të bëj shpytje për të marrë dije, ta bësh ndonjë vepër të mirë, çka do qoftë vepër e mirë, nuk duhet që turpi të pengojnë nga ajo.